Miqtë e emisionit Bardhazi jemi në këtë të premte live, si çdo të premte tjetër, sepse ky emision është si ato dallgët e oqeaneve, që po të përfshin nuk shpëton dot. E kupton vetëm kur të vinte deri shpisa, s'ke kohë. Mirë, ndërkohë që regjia na kalon filialin, faleminderit shumë Keli, faleminderit. Ne do të kalojmë në rubrikën tonë më të preferuar, që e pëlqen shumë dhe publiku YouTube-it. Pse? Përse? Pozicionohemi, Arjan. Pozicionohemi. Më tha doktori që të lë duhanin, të lë alkolin, të lë të skuqurat, të lë të pjekurat, të lë mishin. Po ti çfarë bëre? Lash doktorin, më çfarë bëj? Sa do rroj unë? Lëri gjitha të kripurat, të skuqurat, të ëmbla, çfarë? Dy të rinj po njiheshin në telefon. Zemër, më fol pak për veten tënde. Unë nuk dal kur jashtë me shokët. Unë fle gjithmonë orën 10 dhe zgjojmë gjithmonë orën 6. Unë nuk pi duan, unë nuk pi alkol, unë nuk pi drogë. Ore, po ti që nge buri im ideal, ku jeti? Takojmë pak. Sa të dal nga burgu, do më presësh i qik. Pak fare, Në burg s'ka as alkol, as duan, që drogë mund të gjesh, po. Hajde. Ariana, kur jam me ty, harroj gjithë shka. Më falë, po unë jam Ornella, nuk jam Ariana. E pe, ja, fillova të harroj, që tani. Covidi. Covidi shpërshdo të gjë. Kur gruaja është e lumtur, në fakt e gjithë familja është e lumtur, ndihet atmosfera. Ama kur burri është i lumtur, groja fillon hetimet. Kontroll, qa ka ty që është i lumtur? Pse është i lumtur këtë? Kush e ka lumturuar këtë? Pse? Pra ne është rubika pse. Shoqja punës, shoqja klasës? Shoqja apo shkollës? Apo një nga këto që i vjen rrotull dhe unë s'diqe? Do të bëj atë, s'di pse më qeshet kur e lexoj këtë, do të bëj atë që as gruaja jote s'ta ka bërë. More vesh apo jo? Ashtu, më bëj një byrek me kungull. Qa thua ti, more, ku ti bëj byrekun? Në pun, shkojnë me qef, e vetëm ata që kanë dashnore në pun. Ka që është? Pse ti për atë pun vjen këtu? Jo, unë s'vi me qef në pun, s'ka të dhënë që vi me qef. Zonja psikologe, kam isur t'i flas mureve, kam isur t'i flas frigoriferit, mos kam shkargjë? Jo, ri qetë, po të përgjish shqetësohu pastaj. Fillon dialogu pastaj. Po flas, me kë po flet, thot gruaja, me frigoriferin? Me frigoriferin, po. Jo, më tha frigoriferi... Je shëndoshur pak sot, qa do vendosi gjykata kushtetuse? Po, këshu, e vendosi gjykata kushtetuse. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve, e konfirmojnë ekspertët, e vërteta të lëndon, por gënjeshtra ama nuk bën shaka, Erion. I vërtet, gënjeshtra të lëndon më shumë, pak. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve, sondazhet konfirmojnë, lidhje me internetin, në fakt kemi të gjithë, ajo mungon. Dhe ajo që mungon më shumë është lidhja me trurin. Shiko, duke si e vogël kjo po shë madhe lidhja me trurin. Po, se gjithë mendojnë, po lidhja me internetin edhe kemi bërë dhe lidhja me trurin. Unë lidhja me trurin është e pa parashikueshme. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Zbulimi jashtëzakonshëm, nëse ndjen flutra në stomak, ajo nuk është dashuri, është thjesht një gastrit, ose si thonë, reflukse, kupton? Nuk e rënë brenda. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve, zbulimi fundit është sekreti për një jetë të lumtur është të harrosh, të hënat dhe të jetosh vetëm në fundjavë, të shtatë të djetë. Sikur të ishte e mundur kjo, sikur. Ua. Duhet kjo. Doja. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Nëse në punë të thonë ti vlen 1-0, mos harro se 1-0 vjen gjithmonë bas disa numrave, pra ti vlen. Ha, more Erion. Si vazhdon edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve? Ekspertët vërtetojnë se koha do t'ja përgjigje të gjitha pyetjeve të tua, por do t'ja jap në kohën kur ti ke harruar cilat janë qenë pyetjet.
Atëre do t'i marrësh të gjitha Po pra përgjigjet. ka që bon, tha, me erdi kjo përgjigje. Po, edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Jeta ndonjëherë na jep drithma. Kini kujdes, mos jemi temperaturë. Qa drithma? Mos ke efe. Për termometri. Gjënë që thot kolegja. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Nëse doni një burr të bukur, të pasur dhe të zgjuar, është mirë të gjeni 3 burra. Ti keni të treja. Domethënë, edhe të bukur, edhe të pasur, edhe të zgjuar. Ka shans të jenë 3 në 1. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve është vërtetuar shkencërisht se gratë e shëndosha rrojnë gjithmonë më shumë se burrat që u avën në dukje këtë gjë. Ç'ke valla? Bile këtë ti e shëndoshur, ç'ke? Jo je shëndosh, jo se shëndosh. Ja, ç'ke? Ekspertët e pranojnë Që? kur deti është i qetë, çdo trap mund të bëhet marinar. Deti, marinari. Po që janë të fjalë që përdorën në emision? Jo, trapi është ajo që ecën me lundru, trap lundrus. Çdo trap lundrus. Okej. Edicion i jashtëzakonshëm i lajmeve. Studimet kanë vërtetuar se martesa është e vetmja luftë ku ti flen në shtrat me armikun. Ka rritur fare, nuk e kuptoj. Jo, s'është e imja. Nuk është e imja. Jo, nuk e kam thënë. Mirë, vazhdojmë edicionin e jashtëzakonshëm të lajmeve. A e diti se cili është dallimi midis deputetëve të së majtës dhe deputetëve të së djathës? Jo, nuk e di, ma thuaj pak. Asnjë, vetëm një i vockël. Ha, kush është? Ata që janë në qeveri vjedhin çik më shumë se ata që s'janë në qeveri. Po të dyja palët vjedhin. Po populli e hafa. Populli shikon edhe ai. Aha. Një njeri që ishte dënuar me burgim të përjetshëm, u martua në burg. Ua, sa budalla. Po mirë mo, nuk i mjaftoj një dënim ati? Do të dënimin tjetër? Nuk mjafton kur një, duhet gjithmonë 2. Alo, policia, Po. të lutem, hajde një shpejt. Këtu 2 gra po rrihen për mua. Po cili është problemi, se s'po kuptoj? Po fiton ajo me e shëmtuara. Të qera ta, i do të bukra, është nuk i do. Plasta i që si do. Zëmra, Ha më zëmra. 20 vjet më parë, ishim vërtet të lumtur. Zëmra, po 20 vjet më parë ne nuk njiheshim fare. Pikërisht, zëmra, pikërisht. Alo, policia, një grua vrau bashkëshortin kur e pa të ecte kur dyshemeja ishte e lagur. A u kap vrasja? Vrasësja? Jo, po presim të thaje dyshemeja. Të eci kur dyshemeja është e lagur. Zemra, nëse më dashuron tani, mere seriozisht, duhet të luftosh me tigrin. As që më shkon në mendje, shumë e rrezikshme. Ma je pak WhatsAppin, Ore tigri, hajde këtu ti tigri. Hajde këtu se të shqy. Tash ke WhatsApp. Dhe gjë, më duket vetja e shëmtuar sot, më bëj një kompliment, nuk e di se si ndihem sot këto flokët, nuk e di fare, nuk e di, nuk po më pëlqen Ke vetja shikim shumë të mpret, zemra. Në dasë që s'ka për ta kuptuar njeri fare, s'ka problem. Do të hapi me shpjegim të, me recet. Po the edhe një fjalë tjetër, do kthehem ke mami, dhe nuk ka diskutim. Taksia! Taksia! Dëgjova që je martuar. Po si shkon martesa? Nuk ankohem dot. Si nuk ankohesh dot, nuk po të shkon mirë? Më po nuk mund as ta ankohem, e kupton apo jo? As ta ankohem, nuk ankohem dot. Kam të ndaluar. Ajo që nga grua. Mendoj se jemi gati për hapin e radhës. Dua të vishe me të bardha. Ashtu, ë? Po. Nesër që në mëngjes do të regjistroj të kursi karates. Ua! Do të bardha. Si ajo kënga me të bardha. Dua të gjej një mënyrë, Erion, që burrit të marroset fare pas meje. Që burrit të çmendet pas teje, hiq prizën e korrentit në mes të ndeshjes. Dhe çmendet ai, je i sigurt? Po ikën fare në trut. Zemra, a kam qenë unë burri yt i parë? Po unë se kuptoj, pse të gjithë ma bëni këtë pyetje njerë? I dashur, kur do martohemi? Sepse unë e di që ti të gjitha brenga do i qash me mua.
Po unë s'kam brenga. Do i kesh zemra, do i kesh shumë shpejt. Kam martesa këto, ca të vogla, kështu ca të mdhaja, si pas vaftit. Sa të filloj. Zemar, dua të të rëfej diçka në momentin tim të fundit të jetës. Më fal, të kam tradhtuar me shoqen tënde, më të mirë. E di zemra, prandaj të helmova. Qa? Shkojmë në familje. O ma, do presim babin që të ham drek? Të kishen mami, të kishen pritur babi, nuk të kishen lindur as ti. Zemra, nëse një ditë unë do të largohesha, ti çfarë do të bëje? Do ndryshoja bravën. Ua, të mërshme. Me gjithse se kam emri Luli, po s'ka gjë, do ndryshoja. Të gjithë do të qeshura shtyen vetëm me një gotë ujë lajthiza, cilësia super premium dhe pijet fantastike të kompanisë lajthiza që janë në të gjithë tregun e Shqipërisë, Kosovës dhe kudo. Ja dikin që kërë një s'kom? Nuk vjen ujë, Qudi zvika era, por është i lehtë dhe nuk të rëndon as pak. Mirë, mbas publicitetit, ju lë takim pas pak në Vëndshe, kush do të vi këtu pas pak.